Ismet Vejseli na bëri krenar sonte me operën e parë të Kosovës, po ai vetë nga Maqedonia. Duhet goxha kondicion apo jo Ismet? Patjetër një rol shumë i vështirë teknikisht, edhe duhet një strategji kështu për me këndu prej fillim deri në fund, për ndryshe nuk bjeta. Ti si arrite? Unë mendoj që me shumë punë, po punë ndër vite, me u kthy prej shkollës mesme atje ku kam bërtit, deri në shkollën deri në fakultet ku kam mësuar me këndu, edhe tash që në skenë po këndoj realisht. Po me këtë trup si u ndjeve? Si të pritën në përgjithësi? Është viti i dytë apo viti i tretë që bashkëpunoj me ekipën e Operës Kosovës në shtëpinë time operistike këtu këndum sot për herë të parë dhe kam provu kështu akustikën me shumë shije, më them. Edhe mendoj që gjithmonë bashkëpunimi me Operën e Kosovës është fantastik, duke filluar nga drejtori Meriton Therizi, i cili është një superman, mund të themi, sepse ai gjithçka improvizon dhe në fund del gjithçka perfekte, edhe nga gjithë ekipi e orkestri, e dirigjenti, shumë 150 veta staf, edhe gjithë më i mirë sa tjetri, kështu që Për ata që se kanë parë Operën e Kosovës, Goca e Kaçanikut ti luan rolin kryesor, Trimori. Po, rolin e Trimorit, i dyti pas Pafikës, apo dy rolet kryesore të dashuruarit e Kaçanikut, por të cilët kanë në vëmendje gjithmonë lirinë edhe atë. Faleminderit. Faleminderit.